Dhe që i kam marrë telefon, i kam thënë që jam Tiranë, e kam marrë një atë që du, unë nuk mune me thashme me shty ma me ty. Jo para fëmis me fol gjana Marina. Të nesëm ka dalë me një grup tjetër. Në telefon dhe më qëj video. Ajo më shojti. Wow. Por ai, çfarë të tha? Ai ç'ishte? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni unë kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të hap dritaren për një shkodrane, një nën e cila është 27 vjeç, quhet Eriona, e cila sot do denoncoj ish partnerin e saj, ku bashkëtuan bashkë për një kohë të shkurtër, sollën jetë një vajzë dhe momentin që u bën prindër dhe jeta e tyre do të ishte shumë e lumtur, ndodhi e kundërta. Do të jetë Eriona për të na rrëfyer këtë histori dhe padyshim për t'i dhënë një mesazh të fortë babait të vajzës së saj. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Eriona, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt më ke dërguar një mesazh dhe ke kërkuar që të jesh këtu në live me Odetën për një histori me ish partnerin tënd, babain e fëmijëve. Dhe kam pas martesë, do më thënë 6 vjetë. Nga jo martesë kam një fëmijë, një vajzë. E kam 6 vjeqe. Po. Dhe nuk kam pas, do më thënë, kështu të martesë me ligjore, thjesht bashkëtesë. E qartë, ke bashkëtuar dhe nuk e bërë një martesë ligjore, po? Dhe, do më thënë, ma i pinte gjanat e tia, nuk i intereson. Dhe nga e do me thonë, unë dame. Dhe isa me marrë në telefonë dhe isa më përgjigju fëmijë se kjo detyrime ndaj fëmijë se kam bjemin tanë është fëmija jo. Ai e ka njohur atësinë? Po, kam bjemin e tjotin. Vajza dhe atësinë, e qartë, e kuptoj, Eriona. Po. Dhe më thot jo, unë nuk kam, o zotni isa ma im punë, po a ki detyrime ndaj këtij fëmijë? Jo, s'kam, thot, ti thot nëse dënë ma bjerë këj, po si ta japun fëmijë, këj kur ti një kohë që rrinë në për lokale dhe pinë dhe gjallat të tjera që banaj, ta kupton? Dhe si është dhe më thanë gjatë gjithë kohës rrije më në telefon përgjigju fëmijës tanë. Jo mu. Si kur me 20.000 lek, nisja fëmijës tanë, jo mu. Vetëm fëmijës tanë. Ja kam qitë vajzën, dhe më thanë nuk jam kam në luaj, e të kuptu se është baba e vetë. E qartë. Ja kam qitë vajzën të folë me gjanat të pista, njëna tjetra, ja kam në luaj, me të drejtën. Por pse babai ka përdorur fjalor të pistë me vajzën? Vajza është vetëm 6 vjeç. Është, do më thanë, pinë alkoolej, nuk di se ç'a bën. Është i alkoolizuar. Po. Dhe i kam thënë që do më thanë që kur folësh me fëmin, fol tamam. Jo i deshëm, jo me pije. Me pije, nëse do me fol, e mbyllim tu dhe ta baj blok, i kam thënë. Jo blok nuk mundesh me mbati mu, jo ne, jo këtën si fletaj me pije, a kupton? E qartë. Dhe nuk i kam më në rëndësi shumë. Thjesht ja kam fut një blok edhe kaq. E dashur, më lejon të pyes? Po. Ju sa vite keni që jeni ndarë fizikisht me njëri tjetrin? Për sotën ka ardhë një herë me për vajzën dhe një atëherë ka ardhë i deshëm para 2-3 mujve. Por që... A mos ma shumë? Ti që je ndarë me babain e fëmijës, sa koke që je shkëputur? 5 vjetë. 5 vite? Po. Po sa vite që ndruat bashkë ju? 6 vjetë kam net në ta. 6 vite. I bie goxha kohë që je ndarë. Sa vjeç ke qenë kur e ke njohur? Për para 11 viteve i bie. Sa vjeç ke qenë? Kam kanë minorene për sote, po se sa kam kanë nuk e di. Se muaj me një. Sa vjeç je sot? 27. 27, se nëse do të heqim 11, ti ke qenë afërsisht 16 vjeça. Po. Me dashuri ka qenë njohja apo me... Po, me dashuri. Ku jeni njohur, në cilin vend të Shqipërisë? Ma ka bërë djali i tezës. Në Tiranë jeni njohur, ku jetoni? Jo, unë kam net në Shkodër, kurse ai ka net në Tiranë. Ju jeni shkodrane?
Po, Shkodran. Ndërsa ai është nga Tirana. Por u njohët, ti ishe 16 vjeçe, ai sa vjeç? Ai sot është 40 vjeç. 40 vjeç. Ai i bjet ke qenë 29 vjeç. Po. Ju 16 vjeç, ai 29 vjeç. Ju nisët bashkëjetesën, si e priti familja jote? Familja jeme nuk është se ka pranuar në fillim. A kupton se ky ka qenë i martuar, ka 2 fëmijë tjerë, unë se kam ditë. Shumë gjana, a kupton, nuk është se i kam pa ata gjana, thjesht kam dashur me jetu me te. I dashur Eliona, po mirë, ti u njohe nëpërmjet kushuririt ta prezantoi babain e vajzës. Ai nuk të tregoi që kishte pasur një martesë dhe kishte 2 fëmijë, kur e zbulove ti këtë gjë? Ma që i kam ikë nga familja, aty e kam zbulu që ky ka 2 djemë. Por kur e mësove të fakt, si reagoi ai? Ai thjesht më pranoi, i thosh, ai ti 2 djemë po, tham. Por ti nuk i dhe vetes kota një, apo sa e njohe me njëherë shkove në shtëpinë e tij? Jo, nuk është se kam net, domethënë 1 muaj më kem net, jo më shumë. Kur ike nga shtëpia, ike me miratimin e prindërve, apo Jo, pa ditë familje. si u largove? Ma ti mori ika. Ai erdhi aty poshtë pallatit, të mori dhe ti nuk njoftove në familje ku do shkoje? Ja, dhe që i kam marrë telefon, i kam thënë që jam Tiranë, e kam marrë një atë që du, Por pse e bëre kështu? Po pse e dishtë, po, pse e thonë. Si reagoi nëna dhe babai kur ike nga shtëpia? Jo, babën se kam pas, vetëm mamin e kam pas. Mamin tha shumë mirë ke bërë, shumë mirë ta deri ballë jetës vetë, ban qa dush për momentin, a kupton. Se gjithmonë e kam pas për krajen e familjes. Nënën. Po, si nga ana e mamit, si nga ana e vllajt, si motra dhe krejt. Por do me thane, vjen një gjatë që edhe mami dëllollet, a kupton se s'ka mundësi mja plëcu kushtet atë sa vajzës si nevojitën, a jetë të kuptu. Thjesht dënë ma shumë gjana. Qartë, kuptoj, por ti një 16 vjeçare vajte në shtëpinë e ti me kë jetove? Vetëm me atë? Ishte vje Riviera? Ja, nane nuk e kishte vetëm babën, baba vetë jetote te nana gjyshe, se di mirë se qaj ka pas e s'maj men tash edhe mirë, edhe nuk është se kam pas bajnë, po me konata gjithmonë, edhe tash e kam komunikimin, shkoj mirë, a kupton? Por thjesht me personin që është, që duhet, nuk është se kam nëj kontakt ose nëj komunikim që e kanë 2 prindë edhe pse ndohen, a kupton? E qartë. Nuk e kam. Por ty të pritën mirë si nuse, pra ti nuk pate probleme me familjarët e ti. Ja. Por si ishte ajo bashkëtesa në fillim mes te dhe atit? Për të kuptuar më pas. Në fillim ai më sjell mirë, kupton dhe mas një muaj, 2 muaj ky vazhdoi me ti. Një muaj pas bashkëtesës ti kuptove që ai ishte një person që konsumonte alkool. Po. Dhe unë do me thanë gjithmonë nga kjo pra gjykimi njerëzve, dhe i fliqësha shumë, i thosha mos, ai po të njëjtën gjë, po të jo nuk e bëj mosat, po prap e bote. A kupton? Dhe thash ta bëj një fëmijë në ushta po ndryshon. Eliona, kur themi ai pinte një birë, 2 birë apo vite tap në shtëpi? Tap më vite në shtëpi. Totalisht i alkoolizuar. Po. Ka ushtruar dhunë psikologjike apo fizike ndaj teje? Jo. Nuk ka ushtruar. Jo. Por kërkove ndihmë tek babai i tij, tek motra e tij, te ish-kunata? Ato më kanë ndihmuar shumë. A kupton? Më kanë thënë që na kene mos u mërzit se do ndryshoj, më kanë ndihmuar domethënë në gjëra finance, çam pas nevojë, më kanë protesha, më kanë për ushqime, më kanë për me hangër, që kam pas nevojë, a kupton? Po thjesht nuk e kam pas atë taman. Por ai nga gruaja e parë ishte ndarë për shkak të alkoolit? Po. E qartë. Dhe më vika keq sinqerisht që edhe gruaja e dytë që jeni ju e keni lënë vetëm se ka qenë i përdorus i alkoolit. Por dua të pyes, ti mendove që të mbetem shtatzën, të sillni jetë një fëmijë me shpresën që ai do ndryshonte, por
Ai ishte bërë baba, I kishte 2 fëmijë nga martesa e parë dhe nuk ishte ndryshuar. Jo. Po kur erdhi në jetë fëmia, vajza, çfarë ndodhi? Ai edhe te spitali ku ka ardhur por vdeshin. Ua, kur linde. Po. Por kur ai ishte I papir, esëll, kur komunikoje me të, çfarë të thoshte? Për zotin, kur është papije djalë si ai s'kokon. I komunikushon, të kupton, është për familje, kur është, dhe me thonë, papije, ama po pivin, ai s'te njeh ma kushin. Dhe çfarë bën ai kur është I dehur? Bën shamat, kopet kot, a kupton, bën zhurë, pa që me thy me rënu në shpi. Por dhe me thonë, me më rase kështu, jo s'ka nuk kur. Por që ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj teje. Kur është I pirë, ai është I pavetishëm, sigurisht, dhe bën veprime që jo janë fort të mira për ty. Jo, dhe me thonë, vetë se bën fjallë kështu me gojë, për me dorë, ja. Jo, e qartë, dhunë fizike nuk ka ushtruar ndaj teje. Jo. Vetëm dhe me thonë se bën shamat, edhe nga kjo gjatë që I pinë, ja, dhe me thonë e kam lanë, kam hek dorë. Vajza erdhi në jetë përpara 6 viteve. Po. Dhe sa qëndrove me babain e vajzës? 1 muaj neta me të. Çfarë ndodhi atë ditë që more vendimin të largoheshe përfundimisht dhe të jepje stop kësaj Jo, bashkëpunëse? vetëm I thash dhe me thonë, u largova me mirë kuptim. Po, I thash ti nuk mundesh me ndryshu, ti thash nuk e lojë, se isha dhe e smurë, unë vetë, I thash do iki të vizitojmë të mami dhe do ta shikoj, a do vi ose nuk do vi. Tha jo, s'ke për ti, I thash ti nuk ndryshon. Unë nuk mundem me thash me shty mam me ty. se jeta ti ishte kthyer ferr, e qartë, është e kuptueshme. Të bashkëtosh me një person që vetëm pi, jeta të kthehet ferr. Shkove në Shkodër tek nëna jote, çfarë ndodhi? Shkova te mami, njëta aty, edhe sot te mami, ama u që kështu nuk është dhe me thonë që si me ta thonë nuk është se kam kalu edhe mirë ose keq me te aje të kuptu. Thjesht du që aje të përgjigjet fëmijës, nuk I du asë dhe një gjatë tjetër. E qartë, e Te kuptoj. mami jam, se aje dhe me thonë që gjithë shra fjallë, që aje të kuptu, se pia gjithë shra banë. Më shanë telefon, më banë kërcenime, njëra tjera, unë nuk ja vej asë nuk kam bërë dënëncim, asë nuk e kam në mi bërë dënëncim. Si ta fash edhe shpakur, është esëll, si ai nuk ka kërkush. Ti është më vëllë të përgjigjet fëmijës vetë sa fëmija e vetë. Të pagoj detyrimin Unë ushqimor. s'u E dashur Eriona, por në momentin që ti mbritje në Shkodër, vajte tek nëna jote dhe me mendjen tënde e ndave që nuk do ktheheshe më tek ai të telefonoi? Po, Nuk e pranoi ndarje në fillim. dhe më thanë në fillim, një ditë e mori në telefon dhe më sa do vish, I thashën jo nuk vi. Dhe të nesër më ka dalë me një gru tjetër. Në telefon dhe më qëj video, në atë moment I kam bërë blok. Po kjo nuk është normale, nëse ai e ka bërë këtë gjë. 2 ditë pasi ti I ke ikur dhe ai të ka nxjerrë një grua tjetër në telefon? Po, Dhe çfarë të tha ajo gruaja tjetër? ajo më shojti. Wow. Por ai çfarë të tha? Ai qeshte. Ai qeshte kur ajo të shante ty, që ti je nëna e fëmijës së tij. Po, E ke dashur? po normal se kam dorë, se po mos ta kisha dosh nuk kisha bërë fëmijë. E kisha lënë domethënë momentin e parë që I kisha parë që ai është domethënë që pin alkool, kisha hek dorë direkt. Por domethënë kam jetu me të se e kam dorë, se mos ta kisha dorë, s'kisha vazhdu deri këtu me gjithë fëmijë. Por sot ruan dashuri për të? Jo, Por ai të ka dashur? po. Por femrën që të nxori në telefon e ka bërë nga inati apo Po nga inati sa më së di? pas asaj telefonate çfarë ndodhi? Arrite të flisje ndonjëherë me të? Ja.
Pra ti ke 5 vite që nuk ke folur me babain e vajzës. Kam folë par dje, dhe më thonë. Po, Mas 5 vjetëve, par dje, i kam thonë, si njëri, i kam kërku që të përgjigjet fëmis. por ai në këto 5 vite, Si? ai në këto 5 vite nuk ka ardhur asnjëherë të takoj vajzën e vet? Kur kam kanë një orë se unë shkoj te motra rri në Belgjik, të më thonë, shkoj rri vizitoj motrën dhe kthehem. Po, Dhe ai kur e ka marrë vesh që unë kam ik nga mami, ka shku e ka taku vajzën. E ka taku dhe ka dash dhe më thonë me e marrë dhe mami s'ja ka lënë me e marrë. I ka thonë vajza nuk mundet me marrë me ty me pi kafe sa ja fëmi. Ti mundesh me menet tu, me marrë të shtëpia jote, një natë, dy, pse jo. Për lokale i ka thonë, se ka dash me qunë lokal. Ti merre fëmin tuaj në shtëpi, jo në lokal. por pse ai ka ardhur në Shkodër vetëm kur nuk ishe ti? Le të themi ti ja kishe penguar vajzën për ta takuar në këto 5 vite? Vajzën unë ati që kam pengu jo ti, po krejt nga fisi ti qaj anë unë fëmin nuk ja pengoj kur, se është gjaku i vetë, Po, dhe sa do unë t'ja mohoj, që mos njëherë do rritet fëmija dhe do ta kërkon babën e vetë. e qartë, është e kuptueshme. Dhe do më kërkon llogari mu pse më kenar nga baba, sa do i keq mund këtë kene, a kupton? Por si është unë ja kam ndalu se e kam ni unë vetë duke fol banalitet me fëmin. Ajo është fëmi. Por çfarë i thoshte vajzës? Të shante ty, si nën? Jo më folte me shokë tjerë, a kupton? U shate me ato, nuk di gjatë është se me ke ka kënë, nuk mune me thonë, do me thonë që ka kënë me filonin, pa e ditë se me ke E ashtë. qartë. Si është e kam një të folë banalitet dhe ja kam marrë vajzës telefonin dhe aty e kam shajt unë. E kam shajt unë dhe i kam thënë, a je të folë me fëmi? Po, folë me fëmi, atër folë me shokë. Jo para fëmis me folë gjana marrina. Dhe si reagoj? Që është e folë me te, folë me murin. E qartë, e kuptueshme. Por sa herë e ka takuar vajzën në këto 5 vite? 2 herë e ka takuar. Vajza mbush 6 vjeç dhe e ka takuar vetëm 2 herë babain? Po, shkar dhe jo si as nuk ka interesu, as si që ai edhe nëse ka folë në telefon, ai vetë se i thote vajzës që ka baba, që ka baba, që ka ble baba, vetëm mi shqip me në fëmis. Imaginat është mi shqip me një fëmis 6 vjeç. Por vajza, le themi është rritur pa dashurinë e babait, e kërkon? Çfarë të thotë ty? Ajo më kërkon mu që më thotë dhe me thanë disa herë që atë shkojnë të babit. Se unë nuk ja kam futur rejtë në fëmis. Se unë po ta kisha ushim ato rejtë që babi ka baku, babi ka bate, mja normal që nuk dhe ta kërkote. Po unë gjithmonë i kam thanë, babi ty të dënë. Ja kam thanë dhe vazhdoj t'ja thanë. Se qa ka mund me te, mja nuk ka faj. Mja është i pa faj, shumë. E vërtet. Por ajo e kërkon dhe ka qef ta takoj babain e saj, dhe është e kuptueshme. Po, ka që. Po që fatkeqësisht ai vetëm 2 herë ka ardhur e ka takuar dhe Po, biles, kanë ardhur edhe 2 vllezrit me taku, njani. Xhexhallarët. Me taku. Vllai i vajzës, që ka me... vllezëri që i ka me gruan e parë, ata çfarë moshe kanë? Për zotën, njanja është 20, njanja 18, 17, nuk e di mirë. E qartë. Kanë ardhur e kanë takuar aty në Shkodër? Po, ka ardhur, ka marrë vajzën, ja kam lanë, i kam thënë merre që do ke është motra jote, del shëtit, nëse do me majt maje i natë 2 dhe më bjeta. Bravo. Por vajza si ka reaguar për para vlezërve? Për zotën emocion ka kënë edhe për mu, kur i kam patu në taku, a kuptën? Para sa kohësh ka ndodhur ky takim? Para 1 muaj. Para 1 muaj, vajza juaj për herë të parë ka njohur vlezrit. Po. Si ja shpjegove? Unë gjithmonë dhe me thamë që ta shkendojt të rrjetet sociale, a kuptën? Dhe kur ndelt aty në TikTok i thosha mami këtë kje vlla. Ja kam thonë. Edhe që kështu kjo ka pas gjithmonë dëshirë mi taku. Ka thënë mama, mund t'i takoj, i kam shkrytur vëllezërit vetë, dhe i kam thënë Enisa, dhe me thënë vajza e me ka emin Enisa.
Dhe i kam thënë e nisë ka qep minuta këtu dhe kanë ardhe kanë taku. Pra ke qenë ti le të themi që ke realizuar të takim dhe bravo që vajzën tënde ke bashkuar me vlezrit dhe ata erdhën. Sa ti u shkruajte ata erdhën? Po, kanë ardhe to. Jo po a dit, po të nesme kanë. Dhe e kanë takuar vajzën. Po. Vajza u lumturua. Po, normal. Vazhdon të mbaj kontakte me vlezrit? Po, i ka kontakte. Por babai e di që 2 fëmijët e parë kanë takuar vajzën? Po, e di. Por ai si ka reaguar? Besoj dhe ai është lumturuar se? Nuk e di për zotin, se nuk jam interesu se si ka reaguar njëra tjetër, po thjesht unë kam bashku. Bravo, më vjen mirë. Është gjaku i tyre, kështu që ke bërë që në duhur që e ke bashkuar vajzën me 2 vëllezrit e saj. E dashur Eriona, pas 5 viteve që ti nuk ishe kontakt me ish bashkëtuesin, që në momentin që i ke undave, vendose ta merrje në telefon. Po. Çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh çfarë ndodhi përpara 3 ditëve? Aha. E mora në telefon dhe i thash si, ja, e mirë si mirë. Si reagoj, se dhe ai pas 5 viteve të dëgjoj zërin? Po, i thash ti, a ke detyrimin ndaj këtij fëmijës? Më thotë finxhana, u talte. A kupton? I thash o zotni, fëmija nuk ka nevojë mu tallë ti, thash as ti as unë. Si është kthe një përgjigje? Ku me marë thonë, unë jam pa punë, ma dhe a i është në punë. A i ka nisur një jetë të re, apo jeton i vetëm? Jo, nuk është mërtë. Është i vetëm, po? Dhe më thotë, do me thonë disa herë më thotë, që nëse ti nuk je zoja me majtë, bjere se majtë. Por a i si do të mbaj? Kur a i si jep detyrimin ushqimor, si do të mbaj? Ate e din, unë nuk mune mas mu bëtë gjukatë, se asë gjukatë. A kupton, e din, do me thonë, kur i flet fjallë, e din se qa flet, a kupton. Thjesht unë nuk i kam kërku asë bashkim, asë si janë, thjesht përgjigjë o fëmijës tanë, sa është fëmija jotë. Por a i të ka thënë që nuk kam para dhe nuk të japë. Po, a ma ka thënë në këtë tjetën, kam më nësë du me dhanë. E, kjo është e rëndë, por a i kur ka ardhur ka takuar vajzë 2 herë, asë një dhuratë si ka bërë? Jo. Asë një qokollatë, 100 lekë, që banë 100 lekë, nuk e ka pru. Dhe Eriona, duke ditur që a i e ka njohur atësinë, dhe kjo gjë ta bën më të lehtë. Mos ta kishte njohur atësinë, do ishte një rrugë më e gjatë për ty, duke ditur që vajza e ka atësinë, ti mund t'i drejtohesh me njëherë gjykatës dhe gjykata vendos detyrimet atij babai ligjore që ai duhet i pagojë çdo muaj. Dhe në momentin që ai nuk i pagon, kur i hidhet ajo rroga te karta, automatikisht i bllokohet ajo kartë. Dhe këtë gjë ligjore ti nuk duhet ta lësh pas dore, por duhet i drejtohesh gjykatës. Ndoshta me një avokat për gjërat të bëhen më shpejt, i bën një kërkesë gjykatës dhe kërkon detyrimin ushqimor për fëmijën. Gjykata do vendosi kujdestarin që sigurisht ti si nën do e kesh kujdestarinë e vajzës dhe babait biologjik do t'i japi detyrimet ushqimore që ai duhet të pagojë çdo muaj dhe të drejtat e takimit. Dhe nuk kam më që un kam para po s'dua t'i jap. Ai është i detyruar, kur të dalë ai vendim gjykate, që ai duhet ta zbatojë, t'i pagojë ato para çdo muaj për vajzën e tij në një numër llogarie që ti do ta hapësh. Në momentin që ai nuk i paguan këto para, ti ke një vendim gjykate dhe i drejtohesh zyrës përmbarimore aty në Shkodër apo në Tiranë, e cila bën ekzekutimin e këtij vendimi, që do të thotë ai punon, ka siguracione, ka rrogun e deklaruar, i hidhet në bankë çdo muaj dhe zyra përmbarimore i ja bllokon kartën dhe ato para që ty ti jep të drejtë gjykata ti marrësh për fëmijën tënd, automatikisht i merr. Kështu që ai duhet ta di këtë gjë dhe këtë gjë ai duhet ta kuptojë që nëse nuk gjeni një gjuhë të përbashkët për vajzën, që ai duhet i pagojë këto para, ka forma të tjera, ka ligj që ja merr këto para dhe ai s'ka çfarë të bëjë. Por desha të pyesja, Eriona, si ka qenë jeta jote këto 5 vite e ndarë me babain e vajzës?
Unë për zotin jam krejt e qetë se jam të mami, a kuptëm vetëm shurë me shamate, kështu se jam low nga këto, jam krejt e qetë të familja jeme. Jeton vetëm me nënën në Shkodër? Edhe me vllajin. Edhe me vllajin. Punon? Po, punojëm. E vështirë është të rrisësh vajzën e vetme? Po normal se është vështirë, por faleminderit Zotit më ka ndihmuar edhe motra, vllai, nanën e kam për krah. Që kështu nuk është se e kam një fort, se po të arrisësh e vetme krejt, normal që është vështirë. Shumë e vështirë. Por jetën nuk e ke nisur të rimartohesh, dhe pse ke 5 vite që je ndarë? Jo, se kam vajzën. Vajza do rritet një ditë, edhe ti do e vazhdosh jetën tënde. Po do vazhdoj, po për zotin si kam bes ati tjetër, me qaponim për ditë. E qartë, e kuptoj, ndoshta frika që je nënë e një vajze të mitur, të futësh një partner të ri në jetën tënde, që do bashkëtoj dhe me vajzën tënde të mitur, frika e kuptoj që është e madhe, por nëse ne mendojmë kështu, gjithmonë e dashur Eriona, i bie mos të martohemi dhe mos të krijojmë kur familje. Pavarësisht se ka disfata në jetë, por s'do të mendojmë vetëm kështu, negativisht. Nëse ti një person të mirë që të do, ndihesh e lumtur me të, duhet ta vazhdosh jetën, se je shumë e re. Nuk do të thotë se u ndave nga një burr dhe aty mbaron jeta. I herë për herë, ja. Mirë, është drejta jote. Kur ti je i gati, vendos ti për jetën, por që meriton ti jesh e lumtur. Nuk e pse ti jesh e trishtuar dhe të vuash atë ndarje 5 vite të mendosh që unë ta mbyll jetën këtu. Nuk e pse e bën këtë gabim. Jeta është e bukur dhe duhet ta shijosh. Pavarësisht se ndonjëherë na ndodhin gjëra jo fort të mira në jetë, kështu që mendo pozitivisht dhe mendo që ti jesh e lumtur. E dashur Eriona, por vajza është rritur më shumë tek nëna jote se sa te shtëpia e babait, se ai ka qenë një muaj kur ka ikur nga ai dhe nuk është rritur me ata. Te mami është rrit kjo. Të kërkon që të rikthehesh te babai? Po. Çfarë i thuaj ti kur ai të kërkon riktheu te babai? Bile se së kam fol me kunatën dhe më ka thënë që baba e vajzës është i smur. Oh. A kupton? Dhe për te tanëve që më ka ba, i kam thënë edhe kunatës që do shkoj t'ja qaj vajzën. Më ka thënë, ajo është e drejta jote, a e qënë tja, nuk e qënë, kjo është pjesa jote, nuk ta detyrojmë ne, a kupton? Si është mos të, do me thënë që më ka baj, nuk është për t'ja qu, është thjesht me marraj vetë, jo m'ja qu në ki. A kupton? Por i kam thënë, do t'a bëj këtë trap, për hatër të vajzës m'ja qu, që ai me pa vajzën. Ai është diagnostikuar me ndonjë sëmundje të rëndë? Nuk e di për sotë. Por se është i smur, është. Dhe bën mirë Eriona, pavarësisht që juve nuk keni pasur një jetë të lumtur së bashku dhe u divorcuat për shkak se ai ishte i alkolizuar, bën mirë që vajzën t'ia çosh, sepse edhe vajza ka nevojë për figurën e babait. Dhe mi të gjitha... Jo, vajzë do t'ja qoj që nesër, se pes motrën, dhe nesër do shpejt t'ja qoj vajzën të spitali, se më thane që është edhe i shtrumë, si të. Mirë, na vjen keq, sido që tjeta i është baba i vajzës tënde, pavarësisht se ai ka qenë i papërgjegjshëm si burr, si baba, prap na vjen keq se jeta është e shtrenjtë dhe na vjen keq, urojmë që të shërohet sa më shpejt dhe mos ketë gjëra serioze. Por që disa gjëra ligjore ai duhet i kuptoj që duhet i zbatoj dhe mbi të gjitha nëse e do atë vajzë ta ketë pranë vetes, ajo vajzë ka nevojë për dashuri, për ngrohtësi, për atë ushqim shpirtëror, por edhe për atë material, se nuk rritet e vetme. Sa do të punosh ti, të ndihmoj nëna, vllai, ai është babai, ai ka detyrimi, është primari, ka detyrimi ligjor për të kontribuar për rritjen e asaj vajze. Por më vjen mirë dhe sinqerisht bravo, unë flas me shumë nëna, ti ke parë live-et e mia, shumë nëna që edhe hakmerren që i ndalojnë fëmijët të takojnë babain, ju flasin keq,
Sinqerisht bravo që vajzës i ke folur gjithnjë mirë për babain, nuk e ke ndarë nga babai, madje ja ke dhënë në telefon, i ke thënë hajde takoje, por ai ka bërë pjesën e vetë dhe mban ai përgjegjësi për prindërimin si baba. Ti e ke bërë tënden. E dashur Eriona, nëse do ta kishe përballë, sepse ke 5 vite që s'e ke takuar, ke folur vetëm në telefon para 3 ditëve. Nëse do ta kishe përballë ish partnerin tënd, çfarë do i thoshe ditën e sotme? Se qa bane, apo të me shtjetë mirë, ti është i përgjigjet fëmijës vetë, se qa bane njëtën e vetë mu s'më interesan hiq. Ama do me thanë se do ketë nevojë sa është i smur, ose di qa, mu do më ketë aty bashkë me fëmijë. Unë nuk i shikaj të do me thanë, jo ti pse undave, jo jena vaj, jena shak, këto i lej me një anë, ako kënë se kam një fëmijë mes. Që ai është babai. Është baba i vetë. Nuk mund të mohoj unë që është jati. Si është ti përgjigjet fëmijës vetë, do me thanë, nëse unë e shikoj që ai nuk ka mundësi, unë atë do me thanë, nëse ka nevoj për mu, me folë, ose di qa si njerëzit, jo mu shoh. Se jena njerëz do të mu marrë vesh me një tjetëri. Sepse ai ka përdorur një fjalor jo fort të mirë ndaj teje, kur ju keni folur. Po, disa herë. Se ka qenë, do me thanë, me alkohol. Nuk ka se ka qenë insto. Por ish kunata, ke folur me ish kunatën, se më the që flas telefon. Ajo të ka njoftuar që edhe babai i vajzës është në spital i smur. Ke folur për pjesën e kontributit të parave, ndoshta ato si motra mund t'i flasin dhe ai mund t'i dëgjoj më shumë motra se sa ty që... Më ka thënë kunatat e dyja, më ka thënë hellën gjyq dhe kërkoj, si kur një gjama të vogël ti kërkoja, se ke drejt nëse rrit vetë fëmijë. Edhe ai ka detyrime për atë fëmijë. Ato janë në krahun tënd, me sa kuptoj unë. Dhe ato të kanë drejtuar drejt ligjit që të respektohet ligji dhe ai të pagoj detyrimin. Por hallat e takojnë në mbesën, vinë kushurinjt e tjerë, le të themi, xhaxhallarët, gjyshin. Se nuk janë këtu, ata janë në Itali, jetojnë anena. Por flasin në telefon. Me vajzën. Komunikimin e pojnë, flasin. Dhe më vjen mirë që vajza arrit edhe me dashurin nga ana e babait. Po, unë nga njerëzit e, dhe me thanë qa janë njerëzit e tjatit, unë se në lërë. Dhe bën shumë mirë për këtë pjesë. E dashur Eriona, ju do udhëtoni drejt Tiranës, ai është në këtu në QSOT i shtruar në spital. Nuk e di, për sot e më thonë që është i shtruar në spital në Tiranë. E qartë, ju do udhëtoni drejt Tiranës dhe do vini ta vizitoni në spital ish partnerin tuaj për t'i dhënë vajzën që ta takoj. Ndoshta në spital nuk është momenti që ti të diskutosh për pjesën e parave, nëse ai është smur dhe ka probleme serioze me shëndetin, nuk është momenti i dur, por ti mund t'ja shpjegosh dhe t'ja sqarosh që do t'i drejtohem gjykatës, do ndjek hapat ligjor, që ai ta kuptojë që ti do marrësh rrugën ligjore dhe nuk do ndalesh. Unë të thash edhe një shparaj, është dhe më thonë një smur, a kuptan, unë pa nesër dhe shkoj të shikoj vetë. Uroj që mos të ketë probleme serioze për jetën. Është rëndësishme mos ketë probleme serioze për jetën. Po. Kjo është rëndësishme. Nëse ai është mirë, unë do vazhdoj me gjykatën. Nëse ai nuk është mirë, do të rriqesh. E qartë, është e kuptueshme. Nëse vërtet ai do jetë keq me shëndetin, ti do të rriqesh sepse e pamundur për t'i kërkuar para në atë gjendje që mund të jetë ai. Por nëse ai vërtet nuk ka probleme serioze me shëndetin, do dali nga spitali, ti duhet ta konsumosh një si bisedë të fundit për t'i dhënë një shans të fundit, për t'i treguar e sinqert që do i drejtohesh gjykatës, jepi një mundësi të dytë, nëse ai nuk do reagoj dhe nuk do të japi para për vajzën, nuk do kontribuoj, atëherë ti ke të drejtat e botës, madje je vonuar shumë 5 vite, se vajza po mush 6, ka hyrë për 6 vjeç, je vonuar shumë, drejtohu gjykatës e dashur Eriona dhe kërko detyrimin ligjor që të takon për vajzën tënde. Mua këtu më ke, do të ndihmoj, padyshim, për anën ligjore, për të ndjekur të gjitha hapat dhe procedurat dhe të uroj jetë të lumtur ty dhe vajzës tënde. Faleminderit.
Të përshëndes Eriona, të përshëndes nga Tirana. Pashim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ne urojmë dhe shpresojmë që kjo nën Eriona të marrë një zgjidhje, zëri saj të dëgjohet këtu në live me Odetën. Ishte një nënë e cila nuk i kishte folur kur keq vajzës për babain e saj dhe e tha nëse ai vërtet do të jetë i sëmur, do të riqem dhe nuk do t'i kërkoj më detyrimin ushqimor. Por nëse ai gëzoni shëndet së mirë, do dali nga spitali, të gjithë sëmuremi shkojmë në spital, vazhdojmë jetën, punojmë, kujdesemi për fëmijë dhe kjo është gjë normale, kjo është jeta. Dhe nëse ai vërtet nuk ka gjë serioze me shëndetin e tij, i bëj thirrje edhe unë nga ky live që të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj që duhet jetë një baba i ndërgjegjshëm dhe ai fëmijë për të rritur ka nevojë për dashurinë, por dhe për anën materiale të babait, sepse Eriona e vetme nuk mund të bëj dot asgjë. Le të themi dhe pse në këto 5 vite ajo ka bërë gjithçka për të bien, duke patur për kraje motrën e saj, nënën e saj, familjen e saj, por vajza e vogël asnjëherë nuk ka patur mbështetje babain dhe më vjen keq kur flasim për këtë histori të këtyre fëmijëve që për shkak të divorcit të prindërve rriten vetëm me njërin palë dhe pala tjetër zhduket nga jeta e tyre. Uroj që babai i kësaj vajze të ndërgjegjësohet nga ky live dhe ta kuptoj që është shumë e rëndësishme jeta e një vajze të ketë afër nënën dhe babain, dhe pse mund të jenë të divorcuar, por gjithë jetën të jenë qytetar dhe të prindërojnë ashtu bukur dhe mirë për fëmijën e tyre. Mirë, fola gjatë sot, por uroj që zëri Erionës të dëgjohet. Ju falenderoj dhe juve miq që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart, mos harroni, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori të ndryshme njerëzore, histori shqiptare që vinë kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më besoni, faleminderit që më telefononi, faleminderit që më kritikoni, faleminderit që jeni pjesë e kësaj platforme dhe më ndiqni çdo ditë. Ne bashkë do takojmë nesër me një tjetër histori. Deri atëherë, mirupafshim.